Bari përbëhet nga gjethet e thata të Manaferës, që është një shkure e përhapur gjithandej në vendin tonë. Gjethet e thara të Manaferës që përmbajnë tanine, imozit, acide organike e tjerë, përdoren në formë çaji kundër hemoragjive të brendshme, hiqjes së barkut dhe hemoroideve. Çaji që përgatitet me gjethet e Manaferës përdoret në formë gargare kundër mahisjes së fytit, faringjitit, aftës dhe acarimit të mishrave të dhëmbëve. Përgatitja dhe përdorimi. 2 lugë kafeje me barë të grimcuar zihen 15 minuta në një gotë me ujë. Çaji lihet në qetësi për një farë kohe, pastaj kullohet. Pihen 2 deri në 3 doza të tilla në ditë. Është vënë re se në mjekimin e heqjes së barkut tek fëmijët e qirit, gjatë periudhës së verës, rezultate të mira kanë dhënë gjethet dhe veçanërisht majat e degëve të njoma të Manaferës, të cilat përgatiten në formë çaji në këtë mënyrë. 10 gram maja të degëve të njoma zihen 15 deri në 30 minuta në një gjysmë litër ujë. Çaji lihet në qetësi për një farë kohe, pastaj kullohet. Ky lëng me ngjyrë të verdhë u jepet fëmijëve në formë kafeje. Majat e degëve të Manaferave rekomandohen nga mjekësia popullore si ndihmëse në mjekimin e sëmundjes së sheqerit. 10 gram maja të kërcenjve zihen në 1 litër ujë. Çaji pihet me gota brenda ditës. Në vende të thata, bari mund të ruhet deri në 18 muaj. Për të përgatitur çajin e Manaferës, më shumë duhet të mblidhni majat e njoma, pra këtë pjesën e majës këtu. Këto thahen edhe ruhen në vende të thata dhe të ajrisura. Pata. Bari. Poligoni herba. Bari përbëhet nga pjesa mbitoksore e barit të patës ose neqës së zogjve, e cila është bimë parishtore 1 vjeçare e zakonshme tek ne si bari keq në toka të punuara dhe të papunuara. Bima ka kërcej zakonisht zvarritës deri në 40 cm të lartë, të cilët kanë gjethe deri në maj. Kërcejt kanë në ngjyrë okre, ngjyrë të bardhë, argjendi në ny. Gjethet janë të këmbyra, epileptike me puzë të plota, lule të vetmuara ose disa së bashku në ngjyrë të bardhë ose rozë. Lulezon në qershor tetor. Ky bar përmban kryesisht tanine me veprim hemostatik, rreth 1% acid silicik, mucilazhe dhe glukozidin flavonik, evikalorin, i cili ka veti diuretike. Sasinë më të madhe të acidit silicik bima e përmban në shtator. Më parë, mendoi se bima në saj të acidit silicik duhet të vepronte në indin e mushkërisë, prandaj këshilloi si mjet ndihmës në mjekimin e tuberkulozit të mushkërive. Në përgjithësi, ky veprim është i dyshimt. Bima këshillohet si mjet rrudhës kundër heqjes së barkut, si nxitës i urinimit dhe ndihmës në ndërprerjen e gjakut, veçanërisht në hemoragjitë e mitrës. Përdoret në sëmundjet dhe në guret e veshkave. Rekomandohet për rritjen e metabolizmit, në reumatizëm, në mjekimin e ekzemës si dhe për të lëngëzuar gëlbazën, dhe si pasojë për të lehtësuar kollitjen. Përgatitja dhe përdorimi. 3 lugë çaj me barë të grimcuar hidhen në një enë ku përvalohen me 1 gotë ujë të valuar. Ena mbulohet me kapak. Përmbajtja lihet 15 minuta sa të ftohet, pastaj lëngu kullohet nëpërmjet një nape. Pihen 2 ose 3 gota çaj në ditë. Bari mund të përdoret dhe në formë pluhuri, merret 3 herë në ditë nga 1 lugë kafeje shoqëruar me ujë. Në vende të thata, bari e ruan veprimin për 2 vjet. Lulkuqja. Përbëhet nga petalet e thara të lules së lulkuqes, e cila është një bimë barishtore 1 vjeçare që takohet në arat e mbilla dhe në vende djere. Lulet i ka me petla të kuqe të zjarrt me një njollë të zezë përfundi. Lulezon në mars korrik. Bari përmban kryesisht alkaloidin, reoadin, substanca mucilaginoze, pigment antocianik e tjerë. Në alkaloidet e saj nuk ka morfin. Bari ka veti të shqetësojë qendrën e frymëmarrjes, të shqetësojë kollën dhe të menjanojë ngacmimin e saj, të përmirësojë dhe të lehtësojë kollitjen.
Këshillohet si ekspektorante në ftohje në pezmatimin e rrugëve të frymarrjes, kryesisht të fëmijë me pezmatim të bronkeve dhe me sëmundje të mushkrive. 2 lugë çaj hidhen në një enë ku përvelohen me një gjysmëgotë ujë që zjen. Ena mbulohet me kapak dhe lihet gjysmëore. Pastaj lëngu kukullohet dhe pihet i ëmbëlsuar sipas dëshirës. Pihen 1 deri në 3 doza në ditë. Në vende të thata, bari e ruan efektin për 18 muaj. Radhiqja. Bari përbëhet nga rrënjët e pastruara dhe të thara të radhiqes ose të luleshurves, e cila është bimë barishtore zakonshme tek ne, nga zonat e ulta deri në ato malore. Radhiqja nxjerr një rozet gjethesh pranë rrënjës dhe disa kërcej cilindrik të zhveshur që përfundojnë me kaptin të verdh, e tërë bima është e pasur me lëng të bardhë shumështor, lulezon në pranverë deri vonë në vjesht. Rrënjët e radhiqes në saj të acideve, kolinës, alkaloideve dhe kriprave të potasit, rëshirës, substancës së hidhur, taraksacicin, kanë veti të nxitin prodhimin e tëmthit dhe rrjedhjen e tij nga shiksa përkatëse. Rekomandohet kundër mahisjeve të kanaleve të tëmthit, acarimeve të mëlçisë, gurve të tëmthit, kuveshtë të tjera dhe pakson krisat dhe përmirëson gjendjen e pamjaftueshmërisë së mëlçisë. Rrënjët lehtësojnë zbrazjen e fshiksës së tëmthit, përpasojnë edhe fazat e para të cirhozës. Në saj të vetive diuretike, bari rekomandohet në rastet e ëndjes së trupit nga mëzdalja e ujit. Hidrops. Bari rekomandohet edhe në mjekimin e sëmundjeve të lëkurës, që vijnë nga rrjedhja e pamjaftueshme e tëmthit dhe celuliteve që shkaktohen nga shtimi i kolesterolit në gjak. Përgatitja. Një lugë supe me bar të grimcuar zhytet në 1 ose 2 gota me ujë, zihet për 15 minuta. Çaji kullohet dhe pihet 1 deri në 3 herë në ditë. Në vende të thata, bari ruan veprimin për 18 muaj.